Shëndetje shikues të dashur të televizionit të 7 dhe të gazetës nacionale. Jeni me episodin e 15 të emisionit POV Nacionale. Oçan, përshëndetje edhe një herë. Ajo Gjoni, alo. Po. Qëra, epizodi 15 të në gjenë me do farë zhvillime në kuvend, në kohën kur jemi veç të gjiru, është të mbajtë edhe seanca e kuvendit. Mirë po, e cila është e përgatitur me skenare, apo jo? Me skenare. Nëse s'ke po kur, që aldër. Ja vëtë veta ti kontrolloj që është dush. Se folim që të në kafe pak para se me hi. Kur janë 150 deputet, problem është albër. Do të me email. Do është me jaucu emailën. Këshyre s'ka ka kap Visar Kadrulli, fotografi Gazetës Nacionale në kuvend, do më thonë ka kap në telefonin e një deputetit të Deputetit Farosh Rexhepi. Ku pelezën skenarin, që do të me votu për u? Qa ka me ndu në sonë, që ka me bon ajnë sonë, që ka mu silë në sonë. Më ngri kësë të vise dhe email adin, dhe jo... Shambull. Posti deputetit është shumë interesant të qenë, së është përveç kryetarëve të komunave, për që është post lokal, pi postëve qëndrore është i vetëmi post që të ebë direkt qytetari. Edhe në Kushtetut të Republikës Kosovës thuhet se posti i deputetit është absolutisht i lirë. Nuk i nënshtrohet kur farë po. Edhe tash, kur ti garan për një parti politike, deri në një farë formë, është normale që i ndoni pozicionet edhe mendimet e njëjta me grupin parlamentar. Kjo është normale. Mirë po, që si përgatitje të skenareve, kur deputeti shndrohet në makineri votimi, edhe para prakisht, si me thonë, nëse pas 2 ore ka marrë filan projekt ligji, aje konë skenar se qysh ka me votu. Nëse vjen që ajo? Ajo është, bile kjo më në të më konë edhe trajtim gjykatën kushtetuese qanë, sepse janë zunja 7-8 ligje në gjykatë kushtetuese, për shkak të se nuk kanë kalu në përshqyrtim parlamentar, deputet nuk kanë pas kohë me i lexu çka po votojnë, i ka rrëzu gjykata kushtetuese, sepse thotë që ani pse numrat janë të rëndësishëm demokraci, deputeti nuk mundet me u shndru në makineri votimi. Normalisht. Do veç e qënduren. Nuk mundet vullneti qytetarëve, një farë fjalli, do më se këtë këta e më votu për qytetarëve. Ti mundesh me pas një diskutim grup parlamentar në zyre të... është pak, edhe kushtetuta është ndërtu më do më thonë pak me lëzgjik. Do më thonë se nëse ti i ki numrat, nuk mundet me loja para faktume. 20 projekt ligje e navish me sudore. Sepse fjala diskutim parlamentar, edhe kur të votohet një projekt ligj në lexim parë, kur shkon për lexim dytë është pikërisht për shkak diskutimit parlamentar. Diskutimi parlamentar nuk mundet me qenë paragjykum me skenar, normalisht. Siç ka me përgatitur cili projekt ligj ka me kalu cili jo. Tani është makineri. Edhe ky rast nuk është i izolumi i zotërisë Farosh Rexhepi, se tash Visari, fotografi jonë, gjujtësi jonë, Visar Kadrulli, nuk është i raport që kap kësi momente, edhe deputeti Farosh Rexhepi nuk është i vetmi që i ka shku ky mesazh. Sigurisht i ka shku krejt deputetëve, nuk e dia ju kujtohet shikuesve, kur Visar Kadrulli, fotoreporteri jonë në kuvendin e Kosovës, e pat kap edhe një shkrim, ku e dërgon Diona Mihajli drejt deputetit Adriana Matoshi, edhe i drejtohet i tregon se çka me shkruan në Facebook. Po. Edhe ai i tregon, i thot leje pak ma vonë. Po, edhe kohën kur me qitë. Dhe tash, nëse ti ki në kuvend, deputet cilë të dirigjohen çka me shkruan në Facebook personal, qysh me votu në kuvend, cilin projekt ligj me votu, cilin jo, çka me thonë atë, nëso ora me dojnë atë, atër ata si në deputet, apo kupten? Nuk e dia sa pret. Kur nuk ka ndodhë që shto qanë? Jo, do me pritë, si kur nuk ka ndodhë. Të pavarën, do më thonë, një deputet që ti e shesi është dhe që... Po jo një, krejt. Krejt skenar është. Po du me thonë që do prej ty një pak ma aktiv për shumë në rrjetet sociale, besa kush do në këtë qeveri, që ka qenë pak ma i zëshëm, që ka pos lojka pak ma shumë. Edhe analist nëse u kam, do më thonë që vetë Puzhari, veç për ty e kam këto. Ate, një vend pune, dikujnë e kanë siguru. Ja kanë siguru. Kur pa ta raportu për grunës e vetë Puzharit, që janë të bodi diçka të palishme në Universitet e Pejes. Po më kujtohet.
I qeshin të farë ndër skam, sa që shto, adin qyra, adin vis le të kontrollon pak ma profesionalisht qyra, unë vis për si ta e kam fjallin. Unë e di ku do me dalë. Që kjo është detyra e pare. E tash të qka ke puna që bashkëtorja e ti ka shku në kuvend për kryetarët, për antarët e gjykatës kushtetuese, gjyqtare. Okej, edhe e ka me shku me skenar. Nuk e di ma është skenar mu votu ajo. Do më thonë tash, qëre, na krejt që ka jena të full, do më thonë jena të full që ti shëndrohesh, do më thonë, ti vjenë mësulmon mu si gazetar për raportime, për s'ka do, për shambull dikush mu më ka shkrujt edhe për sa ta që vlet po zharit, anë ka thonë, kësër se nuk ka faja, unë e di, unë vese di skenarin. Adin, unë e di si ti e pjesë skenarit, ti nështë ta nuk e din. Në më thonë adin ti menon që është mirë, ku e kam si telefon, me të shkru dhe unë me thonë, qëre që ta, qështu. Të qështu. Po, në më thonë ti menon që jo mirë, se është hera parë, nështë ta puna jote e parë është deputet. Sigurisht edhe kjo. Edhe për një me këtu ka deputet për herë parë. Këta për një me që ka profesion deputet. Këta të menu të më thonë, jë më bu deputet më. Kop karrige. Adin sa bënajnë dhe për neja familjare. A i thot, ju se njëni dhe unë me të ri. Adin, na shkrujmë këza shpesh, e më fund dhe më thonë ati dhe i vjen një email, që ja përcaktën. Apo harrojnë që me skenar shkon në parti, për tani kur delshtin media, kur përballësht, s'ka skenar këtë. Apo kuptojnë, nuk ta veti skenare. Apo ma të regëni ju tash, do më thonë edhe shikus muj me leziku. Nëse aja ja përcaktën, dikush ja u përcaktën me skenar, qka me votu, qka jo, qka po, qka shëndetësi, se nuk ka shansa teorike ti 20 projekt lizi mi dit edhe për rrugë dhe për shëndetësi edhe me dalë që tjetë e barë nga s'ka pak, edhe me thonë prit se e kena edhe 2 gjipa kena mi mora. Abdin do më thonë nuk mund është me indruti do projekt lizi si shtu, edhe vis me shku tani me një emision, kështu që këta sa bojnë, i sulmujnë para prakisht gazetarët, analistat e shitun e këta, që demek me arsyetu mos ardhen në emision. Se sa herë që vinë në për emisione, që dalin në për emisione, ju e sheni atu me fakte. Dhe më thonë e shetë deklasimin publik s'ka ndodhë aty. S'ta bën rafsha të kërkush. Po, se atu nuk e ki skenare, nuk mundet në real time. Më jashtë skenarit ndodhin gjëra edhe në kuvend Kosovës së qanë. Për shembull, një deputet i vetëvendosës pashtu e në verë hajliti. A më qëre, se për që ta ku du me thonë. A i ka dojnë. Nuk i lopa e në verë halitit. Se në verë halitit është figura ma e sinqert. Veç ata njëkëm video në leta dim që ka po flosim. Nderuar kryetari i kuvendit dhe ushtruese detyre presidentës zonja Vjosa Albolena Gjiu. Ish presidente. Profesionale po, a i ka dojnë fjalimin kështu e ka pos për partit. Ame i ka pos men të Vjosa Osmani. Po nuk më i milion fajën e verhalitit. Se valoj, kë nuk e ka menu bre orë për ato. Nuk e ka menu his. Këtë më thonë adin, këtu është kur ty qëtë ndelë, që thojnë këta të rritë, më thonë qëtë ndërdia. Do më thonë se të në ditën folë për Vjosën. Në psikologi një si rëshqitja freudiane. Po, folë për Vjosën, do më thonë dikur edhe ndërdia, thët, adin, të se situatë të rëshet ju edhe Vjosa Osmani. Qëre, ke pak fani si situatë kështu do më thonë. I fulli ndërdia, se ka posmen të Vjosa Osmani. Për ndryshe, edhe pse mes Albolenës edhe Vjosës ka pas situata koza dinamike, do më thonë si t'javën si po e lojna mas. Keq kjo situata, mas e lëshaj postin, do më thonë Vjosa Osmani, apo shë edhe une. Albolena Osmani. Po, ke një përplasje kështu, përplasje po besoj shumë e frytshme për qytetarët e Kosovës, sepse që të përfiton populli. Sigurisht, aty u diskutojke populli, po aty u diskutojke për të mirën si mëne përgjithshme, se si duhet tjetë roli presidentës në unifikus, edhe se si mund bëhet më shumë për forcën e sigurisë të Kosovës. Normalisht. Edhe gjithashtu që kjo afrimi i raporteve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se çfarë bëjmë në marrëdhënie ndërkombëtare, është e pra një përballje, një betejë. Më me thonë për beteja ma do me thonë se që ka ndodhë në politikin e Kosovës. Teri stash, sidomos të presidentët. Po edhe, iftoj me ndjek shikus se për një me ka qenë përbole interesante. Së pari mu më vjen shumë keq, vjen sinqerisht keq për debatet që janë zhvilluar në këtë drejtim.
por ju them me përgjegjësi të plotë që ne nuk kemi, si me thënë, kontribuar që debati të shkoj si kur ka shkuar. Ne që është gabim që të merremi me çështje të tilla, përsa kohë faqet zyrtare në rrjetet sociale dhe të tjera janë pronë e institucionit, jo e individit. Me qëllim që ne t'i njoftojmë qytetarët e Republikës Kosovës me aktivitetet e këtij institucioni, jemi detyruar që të hapim faqe të tjera. E di që dikujt ju ka duk teknike, e di që dikush e ka trajtuar si çështje që nuk ka vend për diskutim, por edhe si kryetari i kuvendit, edhe si ushtruese e detyrës së presidentit, e kam për obligim që të kem transparencë në aktivitetet e mia dhe që qytetarët e Republikës së Kosovës të njoftohen me të gjitha aktivitetet të cilat janë nën përgjegjësitë tona. Për shembull, ne kemi pas rastin kur unë kam qenë ministre e drejtësisë, çkado që kemi krijuar, si me thënë, prej momentit kur e kam marrë detyrën, kanë mbet fillimisht të ushtruesi i detyrës zoti Blerim Sallahu, pastaj te ministri Agërvalla, sepse siç e thash, rrjetet sociale, faqet zyrtare nuk janë të individëve. Ato duhet mbeten si pronë dhe trashëgimi e institucionit. Besoj që është më e pakta, por edhe domosdoshme që ta ruajmë vazhdimsinë dhe që t'i respektojmë institucionet në Republikën e Kosovës. Qërë neve përna vjen keq që kena orë në qëtëfar pozite, do më thonë, këtu jena të ushty... Për Facebook. Po te? Për Facebook jena Këtu jena të ushty, do më thonë, për fasit Facebook jena të ushty. Për 30.000 lojka, vaj. Po, Se 30.000 lojka i ko që e 32. Unë i kam dikon 10.000 followers në Facebook, ja u shes, dhe të më shkru në Arbulena edhe bëj këto pro bono. E bëj për shtetin. Ja profilin. Po, amo me pi kafe me dyat, me zga dorën njëna tjetër, se me thonë kur më kësi sene, atë nuk bojnë amo qështu. Pasha, sot qëra Albulena a Jena shëndru me një farë republike, do më thonë të zedhen e institucion, e na mujna me bo hajgare 2 orë me sa të institucion. Atë se ki brëm, ki material. Ama na nuk po dojmë, më po mjen keq, seriozisht. A di çka s'kom për me thonë? Po diqysh institucion për është president e juna. Po dhe hajt... Ama valloj për faqes Facebook-ut që në rrugë, unë po them që në rrugë për tjetër sen. Unë ka një herë e menoj një diçka orë. Qatë mirë. Këta e kam pas ka një herë një farë për shtypje, thëshin, për shembull, do të me pas kujdes gazetarët, për shembull çka raportojnë anë këtej, jo e dini si Serbia ka shef. Apo din Serbia ka shef, si çdo ç'po thoni ju. Na tu e raportu realitetin. Tash unë e kam një pyetje tjetër, kështu si qytetar, jo si gazetar, a mendojnë këta për shembull si shërbimi sekret i Serbisë nalet edhe e lëshën çdo, thotë që Albulenën me vjosën atë. Për Facebook. Po, edhe a mendojnë më si i mojnë Brit edhe ai Dragoni edhe ai që është të përgju atje. Ose që Amerikanë mërë... Edhe kush pështenë o vëllo, a pështenë opozita, a pështenë gazetarët. Opozita gjithë qysh ka faj edhe gazetarët. Edhe mirë si masit e temën, këtë shqitën do më thonë jene. A dhe që kjo është, kjo akuza, kjo karta që nuk dje këtë korë. Qërë, pa më ndëj e ti, krejtë që situatë, pa ta bua i gare në herë në Facebook, do më thonë pa thonë Gjelali në Muzga Bofsha. Gjelali Zotris Feshla, ministri i punëve të brendshme, me respekt drejtë ju. Po, me respekt. Zotris Fejsla pa thonë që kemi lyp urgjentisht material për letër njoftima për cifar sene. Po, për pasaporta. Po, për pasaporta. Edhe mu pa të kesh. Do më thonë pa ta thonë, a e menëm këtë që në ambasadë Gjermane ullën ata dhe thonë qërë mërë që i duhet që ministre, e boni qëta, e boni. Edhe ne boni e qëta. Edhe tash jem të e menut njëtin sen. Vjosa Osmani, Afërt me Shëban, Fere Donald Trump is or you have a problem, you call me. Edhe kja bëjke kështu kësha dhe në cingër. Emrin telefon ma kishë shkru. Si farë kongsh, edhe dhe më thonë para më në ullin ata në ambasadë i lëshojnë të dyja dhe thonë nice. Good, institucione. Sa milion e këna investu dhe i tash, ata thonë 340 miliard. Po, i këna dhanë, po. Edhe adin... Për demokraci funksionale. Po. Amo këta ndu ka për faset Facebook. Amo Albulena Agjiu sa ka qenë ministre e drejtësisë, që qenë? Hajtë fëllëti. Për të me kështu së followers sa i koha? Ja, fëllëti. 32 i ka post. Albulena Agjiu edhe sa ka qenë ministre e drejtësisë me një farë serioziteti kështu rigoroz, fliste për reformën drejtësi. Edhe tash, gjatë kohës kur ajo i përgatiste projekt ligjet e saj, një ndërtu
projektligjin për byron për konfiskimin dhe sekuestrimin e pasurisë pa justifikueshme, unë i pata bo disa artikuj që më kanë kushtu me blog në Facebook të Albolena Agjiut, për se qysh byroja konfiskimit pasurisë në fakt nuk e konfiskon pasurin. As nuk e sekuestron, as nuk e pezullon. Krejt këtu i bën gjykata. Për funksionin e byros, edhe tash një 6 vjet Albolena Agjiu dhe këtë vetëvendosja kanë shty të full për çet projekt legje qysh kam u koni farë zyre që kam ja konfisku pasurin këtë hojna. Edhe shumë serios, me tunë e serioze, dhe me... Jo pitu një byros. Po byroja, ato farë, kështu kërë bëj ka ato... Po. Edhe unë e së isha që nuk është ashtu se kam u konë vesh një farë agjencije që aty... A më qërarve, që kam një... që okej letjen, po nuk e konfiskon, nuk e sekuestron e kështu... Edhe këta, edhe... Po do më thonë, a mon men edhe pëse urzun kushtetuse? Njerë urzuse ka qenë antikushtetuese në 4 nene. Në 4 nene ka qenë antikushtetuese. Që u shkru keq. U shkru gabimisht. Tani urzu për shkak të procedurës, që ato që tash me aret se deputet ju në konë veç makineri. Po. U shkru në Komision Venecias. Komisioni Venecias si ka thonë, po për këtë këtu, kolegu jonë, Gjezair Doshi, e ka bo një video për çka ka me qenë kjo byroja konfiskimit pasurisë, edhe ku i ka kufit e soj. Ta ndjekim videon e Gjezair Doshit. Që 7 vite më parë, vetëvendosja premton të byroën për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së papërlidhshme. Dhe atë e majti për refren kryesore të vazhdueshëm zgjedhor. Albin Kurti me gishtat gërshan si simboli premjes dhe i kputjes së korrupsionit, e bëri byroën senzacion të 4 fushatave të fundit zgjedhore. Pasurinë e plaçkitur do ta kthejmë në shtet ishte fjalia më e rrahur dhe më e brohuritur e Kurtit gjatë fushatave të fundit zgjedhore. 7 vite më vonë, pas miratimit të ligjit të ri, Donika Gërvalla e sqaroi se në çfarë roli do të përkthehet në të vërtetë kjo byro. Ajo tha se byroja ka vetëm rol përgatitor dhe analitik dhe jo ekzekutiv. Tash në fjalët e saj, byroja mbledh, verifikon dhe paraqet prova, për nuk merr vendim për konfiskim. Ato e merr gjykata. Ky sqarim erdhi si çmaxhepsje e fundit për ata që presnin ose të cilëve u thuhej se do të ketë drejtësi ndaj të pasuruarve të 20 vjeçit. Tash, vendimi i gjykatës kushtetuese ndaj ligjit parë për byron është shpallur në tërësi i pavlefshëm në korrekt të 2024. Gjykata kushtetuese aty gjente defekte serioze kushtetuese dhe të i kalim të autoritetit qeverisë. Aty ndër pikat më kritike ishin cënimi i të drejtës në pronë dhe i sigurisë juridike. Gjykata po ashtu vrente që as institucioneve të pavarura nuk mund të caktohen kompetenca jashtë kornizës kushtetuese. Edhe Komisioni Venecias qysh në qershor të 2022-s i kishte dhënë mbi 30 vërejtje ndaj këtij projektligji. Tash, ndonë se komisioni e pranonte nevojën për luftimin e korrupsionit sistematik, ajo ngriste pikpyetje serioze mbi mekanizmin e propozuar dhe një prej shqetësimeve kryesore ishte struktura e emërimit të drejtorit përgjithshëm, gjë që vlerësoi se e politizuar në shkallë të lartë. Komisioni rekomandonte që zgjedhjen e drejtorit bëhej nga një komisioni pavarur ekspertësh e jo vetëm nga kuvendi. Dyshohej gjithashtu nëse krijimi i një trupi të ri ishte zgjidhja e duhur, duke u cituar frika për komplikimin e sistemit ekzistues. Aty thuhej që nuk mund të ketë justifikim për t'i nënshtruar zyrtarët në 2 procedura të verifikimit të së njëjtës pasuni. Komisioni paralajmëronte edhe rrezikun e shkeljes së drejtave të njerit, duke e kritiku pragun e ulët të provës. Byroja e rishkruar tash në versionin e ri të ligjit e saktëson se kjo byro shërben vetëm si një lloj prokurie civile pa kompetenca ekzekutive për konfiskim. Aty roli i gjykatës është qendror edhe i paevitueshëm. Sipas nenet 25, aty gjykata kontrollon çdo hap procesit. Aty thuhet që gjykata vendos me akt gjykim lidhur me propozimin për konfiskimin e pasurisë dhe
Qush e përcakton ligji, pra aty është një prag fillestar për nisjen e verifikimit që është shpërputhje në mbi 25.000 euro. Tash në 9.24 për mos përputhjen e pasurisë me të hyrat. Byroja nuk mundet me procedu në shuma të këtij kufini. Tash, ndryshim ka edhe në përbërjen e re të Komisionit Mbikëqyrës. Ato janë largu auditori i përgjithshëm dhe avokati i popullit. Tash komisioni ka 5 antar, 3 të emëruar nga kuvendi, një drejtor, një nga drejtori i AKK-s dhe drejtori i njësisë së inteligjencës financiare. Antarët e emëruar nga kuvendi nuk guxojnë të kenë qenë pjesë e subjekte politike 5 vitet e fundit. Tash, për sigurinë juridike, ligji specifikon që verifikimi mbulon pasurinë e fituar nga data 17 shkurt 2008. Verifikimi mund të bëhet deri në 5 vite pas përfundimit të funksionit të zyrtarit publik. Inicimi i procedurës po ashtu mund ndodh deri në 10 vite nga momenti kur personi ndalon ushtrimin e funksionit. Tash, ligji aty e prezanton edhe vlerësimin e gjasa si standardi i të provuarit, sipas 9.3. Ky standard zbatohet kur pasuria e zyrtarit nuk përputhet me të hyrat dhe prejardhja nuk provohet si e ligjshme. Drejtori i përgjithshëm zgjidhet për një mandat 7 vjeçar pa të drejtë rizgjedhje për të evituar ndikimin politik. Qeveria pretendon se i ka adresu vërejtjet të gjykatës kushtetuese dhe të Komisionit të Venecias me rikonfigurimin e mekanizmave. Gërvalla këta e ka quajtur krejtësisht një proces civil të kontrolluar plotësisht nga gjykata ku sipas saj byroja ka vetëm rol analitik. Tash, premtimi 7 viteve për konfiskimin e të drejt për drejt ka mbetur prapa. Tash roli kryesor sipas vetëvendosjes bie mbi gjykatën dhe jo byron. Domethënë në çfarë llomi jena na 6 vjet si votues i vetëvendosjes. Po. Ti beson se Albolena ka me bën ndryshimin. Domethënë Albolena ka me konfisku, Albini ka me thonë që në Memlin, kontrollën e ka pak, apo dhe Bedri Hamzën, që ta... Bitcoinat. Çfarë minuti çfarë logjike ka lizi në demokraci me ta lënë ty në dorë si parti. A do më thonë, seni i parë në demokraci është që ndahen pushtetet, do më thonë gjyqësorin, ndahet për ekzekutivit, për qeverisë, e këta ka ndash me ushit juve. Po që këshe, ka më thonë një zyre jona, edhe na kena mja morë. Se këta edhe në opozit kanë rajt. Atë që beson qytetari? Qytetari beson që ka më thonë një zyre që urdhëron policin, ka kanë me qenë disa njësite speciale që kanë me shku, kanë mja morë dikujna pasunin që të besoj njërës. Po. Më kësë mënët më bo, se policin mënët me urdhëru veç prokurori. Normal. Veç me urdhër gjykatës. Normal. Xhelali me thirr policin nuk vlen. Nuk vlen. Domethënë nuk mundet me dhon urdhër Xhelali. Blen në ligjin që e kanë shkruar këta veç tash, aty thuhet që veç gjykata, edhe për me pezullu, veç që ka qenë për herë bre? Po. Veç gjykata mundet me Tash para më domethënë këta edhe në opozit këta janë ngrit, duke thonë se kur të vinë ana, po, shkon Lumezi, vjen Elezi. Elezi su bë gjallë, domethënë as u nim me këtë farë çështje. Sepse nuk mirret partia politike që është në pushtet me kthy prokuror ose me çu prokuror. Ka tendenca, domethënë gjithmonë ka tendenca me shti durt në prokurori. Edhe ka pas kësi farë. Jo, ata figurën e deputetit Elezi, vjen Elezi, e kanë portretizu të një prokurorit të dershëm, po. Prokurorit Elezi, po. Se deputetit... Deputetit ashtë e prokurorit Elezi e kanë portretizu si një prokurorit ndershëm. Po prokurorit ndershëm vjen, ai që nuk është këto, se vinë gjeneratat e reja dhe bëhen prokurorit ndershëm, kur ti demonstron pavarësi të institucionit, kur ti si parti politike i alen dur të lira me vepru drejtësisë. Kur ti nuk i përzihesh drejtësisë. Edhe që i alen dur të lira, edhe nëse, në rast se, nuk po du të më thonë personale me zotin Elezi, se nuk e një. Po si portreti një prokurorit të ndershëm. Ti si prokuror, ti funksionon veç në bazë, e ki lizin, do më thonë, edhe veç në basë asajna, kodin e procedurës penale, e ki, do më thonë, kushtutën, e ki lizin, kodin penal, ti funksionon veç në basë asajna, ti nuk e len vetën,
me u kthym vegël. Po. Domethënë vegël të Partisë partije politike. politike. Domethënë çdo edhe një polic që e lën veten me u kthym vegël partive politike është gabim. E vërtet. Domethënë se ti Edhe shkon ka pas tendenca edhe prej sistemit, se këtu nuk jemi për me amortizuar, me thonë që është jenë ka qenë i ka për sistemi, po. Dhe kush ka raportu, domethënë se patjetër. Po du me thonë që raportu për çdo. Gjithmonë ka tendenca, domethënë partitë politike. Po jo në mos me privatizu një prokuror. Domethënë se na nuk e njëti një parti ish parti politike, domethënë se ka qenë pushtet që e ka buheru një prokuror. Jo. Zakonisht bile janë kritiku që i kanë sulmu prokuror. Televizia vendosi problemi është që shkohet më thellë, ndërhyet në arkitekturën ligjore, provohet me ndërhy. Për shembull, ndërligjet e parë të reformës drejtësisë të Albulena Haxhiut që ka rënë në gjykatën kushtetuese ka qenë ligji për Këshillin Prokurorial. Aty u tentu me ndërhy direkt, domethënë në Këshill Prokurorial. Që kjo me kap në dorë kush me legj, po. Mirë po gjykata kushtetuese e ka këty mbrapa. Tash kush problemi? Problemi është që disa prej anëtarëve të gjykatës kushtetuese po ju ka lënë mandati. Dhe tash kuvendi i zgjedh anëtarët e gjykatës kushtetuese. Që tu ku është tu kandidua edhe gruaja e Xhevdet Po, dhe nëse e kapin në gjykatën kushtetuese edhe ndërhyjnë në arkitekturën ligjore, dhe nuk ndalen as në gjykatë kushtetuese që atëherë të kemi po çka është kopja. Po para se me shku aty që na do të më zgjedh presidentin. Po. A kalojmë pak te tema e presidentit, se presidenti ka me i dekretu qëta gjyqtarët e gjykatës kushtetuese, prokuror, gjyqtarët. Normalisht. Dhe për këtë arsye po zhvillohen takime ndërmjet kryeministrit edhe kryetarit të lëvizjes vendosje. Po, logjika veç është kjo, domethënë partia në pushtet po e dënë presidentin për veti. Po. Në mënyrë që me i dekretu gjitha projekt ligjet prokuror, gjyqtar që i me kanë notere. Po. A e ki fjallën provjosën a mësë mja përmendës? Ja, tash në plan është Glauko Njufca. Okay. Sepse Albin Kurti është bë kryeministër, Albulena Haxhiu kryetare e kuvendit, dhe tash po vazhdojnë takime ndërmjet Abdigjikut edhe Kurtit, ku me gjasë në plan është me bë Glauko Njufcën president nëse jam rinë. Ata dëgjojmë çfarë tha kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti pas takimit me Abdigjikun. Takimi shkoi në një atmosferë konstruktive dhe dashamirëse. Jemi të përcaktuar që t'i shmangim zgjedhjet e reja, sepse zgjedhjet e reja nuk do të ishin zgjidhje për numrin prej 80 deputetësh. Me fjalë të tjera, është vështirë që ta paramendojmë një fushatë zgjedhore, ku ne i risjellim platformat dhe programet tona, me po të njëjtat zotime, kërkojmë sërish votën e të njëjtëve qytetarë, për një rezultat që dim që nuk mund t'jetë shumë ndryshe, ndërkohë që ne nuk e kemi më sfidë natyrisht numrin prej 61 deputetëve për formimin e qeverisë, por definitivisht është sfidë tejet gjigante, ajo që një parti të ketë 80 deputet dhe të mund të zgjedh vetë edhe presidentin. Unë vazhdoj të jem optimist se me takime dhe bisedime të këtilla do të mund të arrijmë një marrëveshje politike, por këtë nuk mund të them që e kemi sot, veç se atmosfera konstruktive në njërin anë dhe dashamirësia që t'i shmangim zgjedhjet e reja që nuk janë zgjidhje e re në anën tjetër, më bën optimist për këto 3 javët e mbetura që uroj të mos si shfrytëzojmë deri në ditën apo nga njëherë siç po bëhet në institucionet tona orën e fundit. Unë vazhdoj ta kem qëndrimin e njëjtë që nëse kemi një emër të përveçëm dhe po synojmë që të jenë veç se 80 apo 81 veta në sallë, në këtë legjislaturën e 10, ky do të ishte një rrezik tepër i madh. Vetëm një shumicë prej 84-85 është ajo që do të na bënte komod për emrat e përveçëm për 80 deputet që qëndrojnë në sallë dhe votojnë për të zgjedhur presidentin. Dhe më tutje unë besoj që numri 80-81 nuk është caku ynë për të ecur përpara, është më shumë se aq. 80-81 duhet të jetë rezultati i mbramë në rastin më të keq. Pra që anë Kurti me Abdigjikun po takohet edhe që është interesant.
Njën dy çështje. E para, kur po del për takimit me Abdigjikun, po thotë që mu më dënë 84 vota. Tash te Abdigjiku i ka 15 vota, ky i ka 67. Bashkë i bojnë 82, api bjen, po. Tash ky pilot Abdigjiku më dënë 84, qa ka me të boti LDK-ja, që shme ti bot 84. Qëre? është situatë absurde, edhe një sen tjetër. Sa është ushtruese detyrës Albolena Haxhiu? Ka mundësi, nuk jam i sigurt, po kemi me përcjellë dhe kemi më konë çdo emision. Ka mundësi që disa prej projekt ligjeve, disa prej punëve që me gjyqtarët e gjykatës kushtetuese kanë me provu me i kry gjatë kohës sa kjo është ushtruese detyrës, në mënyrë që me i dekretu, edhe me i kry disa punë, pastaj po dëni shkojmë në zgjedhje, nuk e ka problem. Kjo me dekretu edhe këtë këto, po qëre, unë e menoj është një farë, këta e boj një farë retorike, që shë ka boj 2025 në kurti, po më thonë i ka thirë në për takime, unë nuk e di çfarë interesa ka Lumera Abdigjiku, do më thonë me shkus ato. Në kryetori LDK-s Lutfi Aziri deklaroi që e votojmë Lumera Abdigjikun për president. Po tash kjo është nuk e di më duket komplet në sens. Ja, adin që kjo nuk ka kuptim, do më thonë. Plus ai po thotë 34 vota. Po, tash do më thonë Lumiri, thej ke ka me provu në mos gabofsha këtë çdo diçka deklarata me bu takime, do më thonë edhe me liderët e partive opozitore. Po, do më thonë, a është të dosh me abu votat kurtit? A është kë mesengeri, kë ndërlidhja? Apo s'ka? Se do më thonë që kjo përgjithësia sa është të e marë, kë është të fotë sigur është partia e dytë në vend. Po de? Do më thonë, adin e ka një farë fuqie... Ose e para. Po, ta mërmenja i ka 30 vota, do më thonë, nuk ka pse akryn këtë shërbim pozitiv, ti kur je në opozit. Nuk ki pse akryn këtë... Po më do këtë dikush të ushty ma se së është vjosa, ma është të ushty dikush... Po. Adin kush mundet me lujtësit në terin pak ma mira, pëdin. Po, unë e menoj si ti këtu i bën favore vetëm kurtit, kur i shkon në takime, sepse kurti e ka për detyrë, ja u ka ngull 20.000 herë. Po. Do më thonë, pëdin, ju ka... Mu po mjen keq për disa deputetve të LDK-s, sepse Abdigjikun me këto veprime, me këto takime me kurtin, po ja u delegitimon betejën që kanë me deputetëve të vendosjes. Po, desa ata kanë shumë seriozisht. Ata kanë seriozisht. Ka deputet në LDK që e kanë tepër seriozisht. Edhe me kurtin. Gjatë kohës kur u takuhej kurti me Abdigjikun, pa ditë ose një ditë mbrapa, Armend Zemaj me Fatmire Kolçakun, me kandidatën për presidente, në komision parlamentar, pra shkëmbyn akuza me njëri tjetrin edhe si më thonë patën debat tashpër. Po. Tash, qysh e shikusi, kur e përplosin ndërmjet Kolçakut edhe Zemajt, ndërkohë e Abdigjikun të u taku me kurtin edhe kështu të dojë... flirtu pak. Të flirtu ka pak, tash ai nuk e merr seriozisht betejën e Zemajt. Normal. Per delegitimon betejën e tij. Ose të kthejna be arbër pak, do më thonë, në retro kështu, mbrapa me murin, kur ka shku prej kurti në përshtu takime, adin am kallëzën ju mu si opozitare. Do më thonë, a u ka në herë konstruktiva... Ai përveç se nuk ka shku, ai ka provu me i pengu edhe fizikisht, kur në mbojtë takime. Ka rreziku edhe jetën e vetë edhe njerëzve tjerë. Ta kanë gjytë gaz, ta kanë bu, do më thonë, gjithë shka, edhe ty sot e ki Albolena Haxhiu në kryet të kuvendit duke thonë, përdore gjuhën, adin kujdes me gjuhën, ta përdorim gjuhën parlamentare. Me gjatë ta ndjekim betejën e deputetit Zemaj me deputetin Kolçaku, sepse Zemajt e ke fundit po e kryen detyrën e vetë opozitorit, edhe pse kryetari i tij po vazhdon flirtin me kurtin. Ta ndjekim. Kjo është për keqardhje. Për keqardhje je edhe ti që përbën politik vazhdimisht me këto tema, shqiptari ku i ka qenë. Ma e rëndësishme o kjo, se ju doni me edh diku gurin një njeri që në kohë është kërku për një çfarë do arsye. A ki kërku përgjegjësi nga kryetari i komunës Prishtinës për vendosjen e kësaj ekspozite? Nuk ka politik këtu, kryetare, se ju a lëdoni gjithmonë te politika, nuk ka politik këtu. Nuk është një temë, nëse dikush ka bërë temë politik në kalumen, le ta mban në vlerësimin e vet personal, por nuk ka temë, këtu ka fakte, ka ekzistuar një ekspozit, ka ndalë edhe libra, domethënë janë fakte të paraqitura dhe na kërkojmë vetëm se më pas pasoja më shumë. Nëse mendojnë që dikush nuk ka pasoja, atëherë nuk e ka pa të shkruajnë time. Kaq mundna me bërë si deputet i kuvendit. Atëherë unë si deputete, kolege, po të pyes, a ki kërku përgjigje institucionale prej kryetarit komunës për jepjen e lejes për vendosjen e kësaj ekspozite 1 dhe 2 nga antari ju i kryesisë që ka votu buxhetin edhe arsyetohet se kom ditë kush autori, por nuk e ka ditë pra për mbajtjen. O duft mu interesu për mbajtjen jo për autori. Meqense pe hedhni kërret në një drejtim dure. Jo, a ki kërku se ki drejt se për
kryetarin e juj, komunës Prishtinës. Çështjet emocionale, historike, i përktheni çështje teknike. Kush është teknik me dalë me vendos një pan ose diçka, dhe nuk kjo është për keqardhje. Për keqardhje je dhe ti që po bën politik vazhdimisht me këto tema, pe ndërlidh me aty ku s'duhet. Ministër, nëse konsideroni me këshilltari ku i ka qenë, ma e rëndësishme o kjo, se ju doni me edh diku gurin një njeri që në kohë është karku për një çfarë do arsye, për diçka që ekziston një proces hetimor. A ki kërku përgjegjësi nga kryetari i komunës Prishtinës për vendosjen e kësaj ekspozite? Po ajo është masat jo ndërmarrë, zotni. Ministër, e keni fjalën se deshti edhe deputeti. Dëgjoj, a ki lexuar ti librin edhe jep na kret citoni kret sakt. A ja ki tërheq fondet, a ja ki kërku kthimin e fondet. A është ministri këtu përgjegjës për ato për atë ministri? Unë të përpyeta për aty ku ki kompetencë ti. A ki kërku përgjigje institucionale? Ku ki kompetencë? Ti kërkon subjektin ton politik aty. Urna Deputet Zeman, nëse mund është veçoni, po më nevesh më përgjigj në ato shketa. Dhe gjo përgjigjen, mos ik deputet. Nuk i pun më atë rëndësishme se me qenë këto. Shpjegoj për qytetarin dhe për gjithë. Disa prej gabimet e evidentuara në me gjohë s'keron ngroskën timet e emisionit sepse krejt emisioni ka qenë politik. Ndërkohë që anë ti ke punu edhe jashtë politikës, apo jo? Si gjithmonë, domethënë shumicën e kohës unë jam jashtë politikës. Po. Qa ke një video që shkojt te ju milion? Po, keni video, domethënë që e kemi siguru video ekskluzive të disa shqiptarëve të Kosovës, se na këshin kritiku që e kemi referu si Kosovarë, pa e pashë. Shtetësia është Kosovare, domethënë, dhe është tepër e thjesht, nuk jemi të folë për etnicitet. Edhe qëta shtetas të Kosovës, jënë kanë Holland, 4 shqiptarë, domethënë, jënë kanë Holland, duke u thu, kanë shku atje për biznes, për me ble vetura, edhe çka ka ndodhë, domethënë, i nalë policia. Ja u tregoj njëherë një farë a i nërë policia për një me? Po. Ata ishin kanë hajna. Të mos në kanë policë, okej. Edhe ja qesin ID-n, këta nalën, ja u lypin pasaportat e ketë, ata me veshje policis, me elekt policis, edhe 2 veta ata, njani të prit vetur civile, edhe kjo tjetëri, do më thonë, ka shku të vetura e këtyne, ja u ka lyp dhona. Me i legitimu. Edhe mas ne i ka pyt nëse kanë drogë ose diçka me deklarut, pa leqme, dhe këta i kanë thonë jo. Ka thonë për çka jeni në Holland, këta i kanë kallzu arsyen, edhe në këtë moment atina e ka rrogë që këta mujnë me pos pare me veti, edhe i thotë, a keni cash? Edhe këta i thonë, po, unë i kam 5.000, që i ka 6.000, 7.000, edhe polici i thotë, a mund mi jep, mi verifiku në veturë. Ato bënë dikon 20.000 euro. Qashtu, do më thonë për rreth 20.000 euro, nuk për dina sakt shumë në kështu, edhe që ka ndodhë, kur i mera i paret, janë nisë me ngajt në kërë. Edhe këtu një au rogë që diçka së të ndodhë, edhe i njekin ata për mas. Edhe me një moment, në një këthes, e godasin, do shta edhe pas qëllim, do më thonë, nuk e di... Grabicin. Po, e godasin... Jo, grabicin me qëllim. Grabicat i godasin... Ata mirë kanë bo që i kanë kopë, që më thonë ja kanë lecu punën e policisë. Po, për besë. Po, e kanë rreziku dhe jetën e vetë, normalisht, sepse që ty në grabicëve ju kësë jetë edhe armë, veturë. Po. Edhe njanin prej tyne e kanë kap aty, të dalë për e licenit, a i lakt, të dalë për... Mujna me po me të brajen shumë eksplicite. E shikojna njerë videon edhe këthejmi prapë. Moret e mon po! Moret! Mani! Këtë pamje janë nga ndjekja dhe aksidenti që disa kosovarëja bën 2 personave të cilët i kishin plaskitur në Holland. Fillimisht 2 personat në veturën e zezë, që po ishin në pamje, i kishin ndaluar 4 kosovarët duke u paraqitur si polic, duke u kërkuar dokumentet dhe të deklaronin të hollat që kishin me vete. Pasi kishin marrë nga kosovarët dokumentet dhe rreth 20.000 euro, personat e dyshuar kishin vrapuar për në makinë duke u larguar nga vendi i ngjarjes.
por mbrapa tyre ishin vënë 4 kosovarët që tashmë kishin kuptuar se janë viktima të këtij rasti. Elbonit Abazi, Valjan Begolli, Përparim Sadiku dhe Jetmir Haliti, të cilët pas disa minuta që kishin ndjekur të dyshuarit, kishin arritur t'i godasin me veturën e tyre dhe t'i hedhin në një liçen të zonës. Njëri nga të dyshuarit kishte arritur të ekte nga vetura, ndërsa tjetri është kapur nga viktimat e rastit, të cilët kishin telefonuar policin. Ngjarja ka tronditur zonën pasi që ishin aktivizuar forcat të mëdha policore, përfshirë këtu edhe ndjekjen nga ajri për të lokalizuar të dyshuarin e dytë. I njëjti tashmë është kapur dhe arrestuar nga policia holandeze dhe 20.000 eurët i janë kthyer kosovarëve. Pas deklarata që kanë dhënë në polici, 4 kosovarët janë lënë të lirë, ndërsa ngjarja ka bërë bujë të madhe edhe në mediat holandeze. Qërë në vendet, do më thonë, ku e kemi vendosë këtë bipin, jenë tamam shqiptarë të shoh e të përdorë fjallë banale, do më thonë, ndaj grabicëve, që tashmë vëqja u këshin marrë dikur 20.000 euro. Ato si janë fjallë banale, ato janë fjallë prej bebej zemrës. Prej zemrës, do më thonë, zemrës plasë, 20.000 euro. Edhe, qa ka ndodhë, do më thonë, u aktivizu policia, helikopter, u bot top lajmë në për media atje, sepse vendi i shkon një qetë, këza, edhe bile ato njën e këta ty arsytu edhe qytetarëve se vinë ata dhe lypin llogari pse rrokët këtë veturën. Po, e kështë kuptojnë situatën, sigur që për e grabet një dikën tjetër. Kur vinë policia, do më thonë, me helikopter, aktivizohen edhe prej ajrit e lokalizojnë edhe të dyshumin tjetër, të cilin e nxajnë, paret ja u kanë kthy këty në qytetarëve, sa mirë, shumë. Edhe u kry puna aty dhe i kanë liru. Amazing, shumë interesant. Bile këndo hajgare në komente që thanë në Kosovë ju këshin shtim burg, për rrezikim tjetës aty në... Ja, se domi i shkaktum në këtë rast, është më i vogël se pasoja që kish pas menduar nëse ata i kishin marrë paret e të armatos të kështu. As edhe në Kosovë kishim pështu. Nashta ju kish dashur një avokat, po... Audia o 8 në ujë, preshës, do shme llogarit si dëm. Okej. Që anë autoritetet holandeze po thu që kanë vepru shpejt. Mirë po, autoritetet e Kosovës, në këtë rast Keci, nuk po veprën edhe aq shpejt. Keci po? Keci është ndruora. Me ndruora, po pikol shpijat edhe së përshkojnë. Sa të punë e kanë Keci, do më thonë aktualisht, Shka ndodhe me këtë zotriju në Kaçanik? Para prakisht që prokuroria, do më thonë për raportimin që e kemi bo për njësort, do më thonë mos sinkronizimin e kohës, edhe që të dyshime që ka njësor jashtë afati për verifikim periodik që i kemi shpjegu në emision në kaluam, tashmë prokuroria themelore në Prishtinë ka autorizu policin me mbledh informacione. Për çka do që keni dyshime, për çka do që dyshoni, për shkakun vjen ekipi i Kecit edhe dojmë ja ndru njësorin në shtëpinë e juaj, edhe ju nuk dëni me leju, do më thonë sepse dyshoni që ka keqpërdorim, nuk ka pas sinkronizim të kohës ose diçka, mundi me lajmëru tashmë policin, sipas gjitha gjasave, do më thonë, paraqiten ekipe edhe marrin dhona, hapën si raste, sepse tashmë policia veç është të mbledh informacion rreth kësaj çështje. Po, pra kryesorja që duhet me ditë shikus është që prokuroria, policia, hetuesia është u marrë me këtë temë. Normalisht. Pra nuk është një temë kështu veç mediale edhe veç e opozitës, po është jënë përfshi institucionet e sigurisë dhe institucionet e drejtësisë. Normalisht. Tash do më thonë këtu kjo shkon pak procedurës, sepse do të mu vërtetu mas pari qëllimi. Po, por adresimi është, si me thonë, edhe kur adresohen tek ne mediat, por edhe nëse adresohen direkt te policia Kosovës, du të me di që ka rast për këtë punë. Normalisht. Pra një sort elektrik janë të hetu prej prokurorisë. Normalisht, dhe kjo është shumë lajmi mirë, do më thonë është shumë lajmi mirë që qytetarët me ditë që organet edhe policia dhe prokuroria janë në anën e tyre sa ka dyshime për keqpërdorime ose diçka që i dëmton qytetarët. Për ndryshe, me që të procesin e ndrimit të orave, do më thonë Keci po shkon edhe po i ndron njësort ose orat që janë të vjetra, do më thonë matë vjetra se 12 vite. Po, për shkak që ka lënë afati 12 vjeçor. Po, edhe nuk janë ndru ato për shembull se 20 vjeta në sen. Po, çka ka bu Keci, do më thonë ka nis tash janë aktivizu për shembull më shumë prej në raportimeve kështu, prej rasteve të fundit. Ja ka nis më aktivizu më shumë shkaku që ministria tashmë veç është në terren. Edhe inspektorati ka të drejtë. Po, inspektorati ka të drejtë për mbrojtjen e konsumatorit, ka të drejtë që kujt nxen njësor. Do të thonë jashtë afatit mundën me shqiptu edhe gjoba, nuk janë të e bo, do të thonë nuk e di që janë të shku, nuk është të ndodhë hala, po do të thonë
që kjo shpejtësia me ndru që to dje I posh edhe këtu në Lakrish, do më thonë ju këshin hi ren shpia, është çështje si ishtë dash me ndodhë shumë mëti, po ka ndodhë me vones. Unë kesh me një rast në Kasanik, I cili tha prej pas luftës, do më thonë e këm pas një orë, sahat, njësor të vjetër, edhe tha kanë ardhë ekipet e Kecit, na kanë thonë që do të me ndru, me vnu digital. Edhe? Ja kanë vnu digitalin edhe pas disa ditëve, ato kishë ndodhë një të merri madhë, ta përcjellin një herë storin edhe këthejme e flasim bashkë. Piktujt ka fillu zjarri të shku përpit. Në atë moment na nuk ditën shka të bojmë. Nuk ashtë interesu as kush që 3 ditë jemi pa rrymë, mitë dhe gratë janë larguar. Orën e rrymës ose njësorën e ka ndruan me të parin mujën e 4, e mërkur ka qenë ashtë ndohat. Po, me 1 prill. Po, me 1 prill. Dhe e ka ndëru për shkak ato që kanë kejtë. Po, u vjetru. Po, ashtu. Po, njësorin e kalum, do më thonë orën e vjetër, sa vjetë e këni pas të njëjtën orë? Po, mas luftës, nështë janë 20 vjeta, nuk e di, qashtë të prapës. Do të mbi 20 vite I ka pas njësori I kalum. Po, ashtu. Edhe ekipet e Kecit veç kanë thonë që du të me ndrua? Po, kanë arë këto me ndruan, edhe I kemi thonë që keni detyrë, në rani s'ka problem, e ka ndru. Po, do më thonë aju... Kanë orë digital, kanë nuk, po, digitale. E tash, aju kanë njëftu para prakisht, për shamë më ju thonë që në qitë ditë s'keni me pasë rrymë se kena me ndru njësorin nëse diska? Jo, nuk ne kanë njëftu, po nuk është problem pëse s'ne kanë njëftu. Nuk e zohë, për shkak se kanë ato planet e tyne. Po, nuk keni ndërhy diska. Ja. Masi ka njësë, do më thonë, e kanë ndru njësorin, qka ka ndodhë, do më thonë, ditëve në vema, ka bu njëherë energjia elektrike mirë? Na, me energjia elektrike s'kemi pas kur problem, asë njëherë s'kemi pas. Ka qenë ketë në regull, dhe asë s'ka pas nevoj, shtu, dhe shka me intervenu kur, heq. Po. Heq. Edhe tani që ka ndodhë ditëve në vem, që sherderit e djegja? Po, mas një 3-4 ditëve, ka shpërthi zjarri, rasi ka ndodhë, atje ka fillu pi orës digital atje. Po, pjesën e lartë, ha? Po, a ka qenë që atë ka mas dite e djelë ka qenë, ka ora 16, mas 16 orës, ashtu. Po, do më thonë ka njës me u djekë vetë ju? Po, vetë ju, po, dhe kër kemi dalën, veç zjarja për hau shpejt. Në atë moment, na nuk ditën shka të bojmë. U nalën disa njerës kalimtar rasti, u nalën, me në ndimuën, I therëm policien, zjarë fiksat, Kecit. Po, edhe që sharretit me lokalizu zjarin? Zjarin e kena lokalizu, me dhej kena lokalizu. Po. Kecit e kanalë rrymën. Do më thonë vese ka shkyç në shtyllë elektrike? Po, kanalë kanë shkyç rrymën. Nuk e di e kanë shkyç pika qanikut, këtë rjetin komplet, por masane kanë rrë këtu I kanë shkyçën edhe këtu për rjetit fshatit që është. I falenderoj për intervenimin e shpejt që kanë ardhur edhe policien, zjarë fiksat po ashtu, edhe ata të Kecit po ashtu. Po, a ka shkaktu dome brenda shtëpisë? Po, njerë nuk pëjtim, ma shumë pak dome ka një frigorifer dhe televizionin e ka dëmtu. A që atu sa keni mujt me I vrejt? Ma shumë ti, une për veti jam me rakosën për rjetin, instalimin, nëse mund në qosa djegu në rjeti, atëherë fasada begi shumë do të më damtu për me ndru rjetin e ri. Po, që sa dit ka ndodhë që kjo prej të dilës, do më thonë... Pa I ka që 3 ditë edhe nuk ashtë interesu as kush. Me ardhen, me na vizitu me panë se çka ndodhen. A keni telefonu në Kec ju se djali? Pas disa telefonata, por ankes me shkrim nuk kemi bo. Sot e këmë bo ankesë me shkrim Ferizaj. Po. I pyta kur muni me ardhen. Me ardhë sa ma shpejt, nuk dishim me më thonë se kur mujna. Që sa ditë po buëm pa energji elektrike? Që 3 ditë jemi pa rrymë. Po. Dhe nga I djela. Dhe sot dhe po presim që të ndoshta Kecit ekipa e specializuar vinë, ndoshta e vlerësojnë domin edhe shkallën e damtimit të rjetit elektrik. E ta shqyqojmë, që do të rrjedhë masani. Qysh ka me rrjedhë. Okej, a ju ka dëmtu, do më thonë, edhe produkte në shpejt, do më thonë, që a keni pas në frezë, frigorifer, a ju dëmtu? Po, ashtë po,
produkte që e konë frigorifer kemi qitë poshtë. Kemi qitë poshtë, janë prishën. është dash mi gjujt, ha? Po. Sa antarë familjes e një kanë shpi kur ka ndodhë zjarri? 4 antarë familjes, këtu në shpi kemi qenë. Tha, fatmirësisht që e kemi pa shpejt, edhe kemi intervenu, se po mos kishme qenë shpi, ka pas më dje këtë shpia komplet, po me pas qenë mes natë, me sigurisht kish me pas edhe viktima, sepse zjarmi shumë shpejt ashtë përhapër. Po, a keni arrit me largu familjarët? Po, i kemi largu në nërë për shpijës, i kemi largu në fëmijët, edhe gratë janë larguën, na në fillim vetëm kena këshirën, nuk dishme qa me bo. Po. Dhe sa njënit ju kujtu me dhej, dhe ta na intervenu me dhej, dhe e shkëllu. Që ke shpëtoj damin më të madh. Po. Do më thonë prej asaj që tha ky qytetari, Zevahir Troni, ke krye familjari, do më thonë kë ishtë në penzion edhe tha është mirë si ka ndodhë pas dite, në spjegoj ke pak edhe bashkëshortja ati pastaj përjetimet, rejen edhe djalin nipjen ishtë dash me qitë prej një derës tjetër, do më thonë qas zjarri i madhë që ka shpërthy ato. Edhe tha çështja është ta që kur nuk ina ballafacu, tha me probleme tilla, tha kur s'kum pas problem, tha me njësor të rrymës. Tha deri si tash. Pas çështja ke si tha janë njoftu ekipet e kecit, kanë ardhur, po policia, pa oprast, kanë ardhur zjarr fiksat e kanë lokalizu këtë zjarrin. Edhe kjo familja Troni, domethënë janë tash e 4 ditë. Se që janë ditën kur e xhirove videon ke para 2 ditësh apo? A ke marrë vesh, a ndërmor diçka desë? Jo, halo. Jo. Domethënë ke mojnë kontakt që më të informu ku? Po, jo, kam në kontakt me ta sepse kam çu pyetje edhe në Kec, sepse në momentin që na përgjigjen normalisht e kena për detyrë me qitë edhe pjesën e tyre. Po çështja ka se domethënë as këta nuk kanë ndërmarr kurrë. Edhe dikush më shkrujti bile privatisht. Dhe mos sot kur bohen 5 dit, ende nuk kanë rrymë, apo? Po. Do më thonë, sot ditit duhen ishin gjujtë gjitha produkt. Dikush më shkrujti privatisht, tha na punojmë, tha në Kec, edhe tha shkon tha pak procedurë, tha normalisht të sene, edhe i thash, këta nuk ja ka bërë qytetari ju. Domin e keni shkaktu ju, na jena të fol për me met pa rrymë 5 dit, sot është... Pa fojnë tëndë. Sepse kanë orë me ta ndru njësorin cilin të se ndrën vetë. Se nëse te ishe kanë, do më thonë, të bëhet diçka vetë, do më thonë, ishkon çështje tjetër. Ta qëre, këta du të me hullumtu arbër, unë e qa menej, është që kjo zotnia, do më thonë, tha që po rezikon, tha dhe instalimi i shpista, do më thonë, a im po tutna, tha që u djek ose diçka. Unë e menej që këtu ketë, si pas taj ka me kërku një investim shtes prej familjes në fjallë, do më thonë, që shumë kam paralemru në disa raste që kanë ndodhë. Në mënyrë që me u bashkua? Që kinë se më janë bajt që të rrymen me përbalu, që të rrymen që po e shpenzën, sepse njësori nuk po e mba nëse është i vjetër, instalimi i rrymës. Okej, sepse kë rast izolum vetë vete, por me gjos kohë gjashme edhe në Kosovë. Mu lajmërun e qytetarë tjerë që këshim pasë rastet e tila. Të tjerë që nuk na u lajmërun heq, asë nuk e shuin këtë emision heq. Normalisht. Por që ju ndodhë. Kështë që ku ka interesant me po, se pse ndodhë dhe so do të më konë kontributi i pronorin këtë rast edhe është në regull me që ka me përcjell kështu, do më thonë me qëllim shkova në shtëpinë e ti, sepse kur ma spjegoj rastin, do më thonë e poshë që nuk dhe kemi u lanë faj, do më thonë kështu adem me thonë Blanko ka faj Keci, i falenderoj për reagimin që tha janar dhe krejt, po do më thonë betet është jeta, shapo i thojnë. Unë mrej që prej atuve ma të kurta të gazetarëve të nacionalis është që ju shkojnë qështje dhe në fund, i tilë është edhe Burim Paculli, ku me të 5 herë raportim në rrugën Caralev shtime, ma në fund kanë fillu punimet. Po, ta ndjekim storin për këtë segment rrugës. Për herë të 5 të rruga Caralev shtime të ky segmenti rrugor, që është krejtësisht i shembun. Qëre një asfaltin këto. Si me dollë Godzilla po duket. Qëre, mropa, qëre që ndodhe? Nuk është hera port, unë javë, 2 javë, jave të këshëshën kur rapur. Po, çështja Caralevës, unë mendoj që procedurat janë edhe përgësoj që shumë shpejt kanë fillu,
prokurimi për me bo procedurën më të shpejtë. Kom qenë vazhdimisht, këto vazhdimisht kom marrë premtime, shumë vonesa burokratike, jom tepër i lumtur që sot kanë fillu punimet për rehabilitimin e kësoj qysh me qujt, kësoj ure, kësoj rrugë, e cila ka vite që është në këtë gjendje. Qysh po e sheni ka fillu këto me u punu, me u kriju një bypass ku kanë ka me ju mundcu me kalu vozitësve deri sa është duke u punu në këtë pjesë. Ka logjistik këto, jënë të i vendos aktualisht sinjalistikat, sot është dita e parë e punimeve, kështu që s'është ndodhur diçka shumë e madhe përveç largimit kupzave edhe tansoreve, pak ma poshtë jënë të i vendos sinjalistikat. 65 ditë na thojnë jashtë mrapa kamera persona përgjithës që punojnë kompanin projektuese këto që kanë afat për me përfundu këtë projekt. Këto ka me u kriju në bazë të asaj gjithmonë që kanë thanë personat mrapa kamerave, personat përgjithës të autorizum për me fol, ka me u kriju një muri rreth 6 metra i lartë në mënyrë që me fortifiku pjesën anësore të ujet, lumit ka qarkullon kënej, e i cili e ka gry ma herët asfaltin edhe pjesën e but për fundi asfaltit, duke shkaktu fragilitet poshtë që eventualisht normal mungesë dhe të mirëmbajtjes ka përfundu me shembjen e kësaj pjese, këtij segmente. Qëto operimet e mia në teren kishin qenë gati të pamundura, mos kishë qenë Delta Group, rjeti i pompave me 21 pika në këtë Kosovën, top kualitet derivatet, naftën, benzinën, ku të shini Delta Group heni patut, po ashtu posta Easy, posta ma serioze në Kosovë. Super shërbim ndaj klientit, nëse i shkruan postës Easy në Instagram, e kupton çka do me thonë shërbimi ndaj klientit edhe çfarë rëndësie i jepet këtij departamenti, e po ashtu super shpejtësi ndërgesa pastaj. Çka do që lidhet me postë, do me thonë top tier e keni shërbimin prej postës Easy. Zotni, jo jetoni në shtime, a? Po. Ju bjen me kalu për çdo ditë që të rrugë? S'po ko 2 herë në ditë. 2 herë në ditë. Sa e keni pas problematike të e marrë parasysh segmentin rrugor i cili ka qenë krejtësisht i shembur tash e sa vite? Po besoj që këtë tani më nuk është lajm. Po. Sepse i ka kalu të gjitha përmasat të durimit. Me gjitha të unë e thamë shëqërzat, marë parasysh funksionimin e sistemi se si funksionon këtu, thamë shëqërzat që i kemi gazetarë të hëndëmtus. Për ndryshe shumë gjona kishin me mbet, pezot kishin me mbet të pakryne. Shika, kjo rrugë është pothuajse e lidh gjithë terrenin e Kosovës, pavarësisht që janë hapa autostrada. Është një të quajë një rrugë lidhëse për krejt territorin e Kosovës. Përveç asaj ka emër Gryka Saralevës. Kjo është bëha tepërt. është bëha bajatshme. Por, po marrë guximin me thonë emën të shumë qytetarë, ju falenderoj që i keni ngritë shumë herë këtë shqetësim. Okej, sta e ka kry burimi, do më thonë ja bojna një tik, si kur sta nuk e thirë mu. Ka raportu, e ka kryt veten, tash që ka bojnë ministria e shohim. E ka kry, ka njës punimi, do më thonë me u ndres, tash e kemi një rrugë tjetër, që është mirë me i hapë vesht edhe sytë ministria edhe komuna atje në Ferizaj, e kemi të rruga një zerc. Do më thonë, ta përcjellim storin e burimit, e pasaj kthejme me një tjetër, që gjithësysh është përgjithësie ministrisë. Këshërën i pasojat, veç 2 vjetë mas e ushtru. Qysh për sheni edhe vetë, ko halo rrezik me ushem, halo prej nontit. Merë është ati, halo ma poshtë. Më të merë, është rrezik. Ta këso javë dhe filloj me fillu, me i sanua të defekte që janë në rrugë. Kjo është rruga në fshatin një Zerc në Ferizaj, një projekt që ka kushtu dikon ofër 5 milion euro e që më start ka pas vjedhje. Si pas projektit, rrugët kanë pas me ushtru dikon 4.5 deri 5 metra gjerësi. Janë shtru 3 metra e dikon edhe 2 pjesë ku ka pas gur natyror
që ju kanë pengu, as nuk i kanë ngry, as kur gjë, veç është tru asfaltin mbi gur. Të më thënë, ka vende që del guri mbi asfalt. Mure mbrojtse mbajtje s'ka kërkën. Halon një vetë, do më thonë, 5-6 vende o shem rruga kështu. I nderum na duhet ndihma juve për me bot madhe këtë pjesë, jemi në hall. E lexuam kërkesën e qytetarit edhe erdhëm te vendi i ngjarjes. Këqërën e situatën. Qysh po e sheni, shembja ka fillu me të madhe këto, komplet një segment, një cubz e asfaltit është shemb, ka ro poshtë, paka shumë si historia që kemë më herët në Caralev, ku është dëmtu, do me thonë, pjesa e dhejot për fundi asfaltit, edhe ka shku uje, pastaj lakshtia të e gry, edhe qysh po e sheni ka ardhë në këtë gjendje, rrezik konstant, do me thonë, pej momentit moment, me ra një cubz tjetër, absolutisht e të mërshme gjendja. Kushtrim ti kishe vill në alta? Po, kam realisht piktuit i ka fix 1 kilometër, pjesa ku i kena villat, edhe jemi të posë shumë probleme me që sidomos me qëtë pjesën këtë. Krejt ko ka shem kushtrim, këtu ko ka rrezik, halo me shku tu shem, do me thonë. A u shem krejt për njerë që shto a ka shku ka pak? Jo, për njerë, unë kam edhe videot kuën kër o shem, realisht, se kjo pjesa noltit ka rshit, janë orë kompania me e qelë, moment që ka hi bagere, do me thonë ka lëshu komplet e pusht, edhe veç i kanë qitë qiritat, i ka dikon 2 muj nashta ma shumë që 2 muj janë që gjendje. Po që kjo asfalt është i ri, relativisht, kjo frek ushtru? është nashta 1 vjet e gjys maksimumi. 1 vjet e gjys 2, a? 1 vjet e gjys 2. Okej. So a keni sfidu se kallëzëm kushtrim që kënej gjdo dit me kalu, e sidomos për njerës që se ti sigurisht ki edhe klienta. Njerës që vinë të villa dhe do të mi paralajmëru. Mi lajmëru, po kema shumë probleme, sidomos natën është pjesë që ka gjë e rrezikshme, edhe po qysh po sheni edhe vetë ka halo rrezik me ushem, halo prej noltit, edhe pjesat që jena të punu, halona pjesë në tërtim villave të reja, nuk po guxojnë edhe me ordhe dhe material të shmë në prua, po ka gjë sfiduse. Po duhet teknikisht vetë, unë personalisht për veti çdo herë që vi, do material në beton, diçka, po do të me qitë për pjetë. është kjo i vetëmi segmenta ka dhe manat? Jo, është me shku piktu i dikon një 600 metra, është pjesa tjetër që është shembra në notës, do më thonë që të shtune, jam kon personalisht tu kalu në atë pjesë, ka shafit rruga, vëllë, shqiptarski. Sa u konë rrezik me... Rrezik e shet tash vetë, mujna me shku për pjetë. Hajde, a shkojna? Ndërkohë që edhe një copës tjetër që po ashtë ka fillu me u shemb, që kjo është një pjesë tjetër ku është shemb dhe jo, në bosta asaj që në thot kushtrimi, këtu ka qenë krejtësisht e blokume, mirë po është hapë rruga për një vetur, këqërëni situatën, do me thonë nuk kom mbrojtse në asnjë në anë të rrugës, ka që shumë është investu e ka që pak është bu me mbrojt investimin, sa është shqetësuse për një me. Sa është sfiduse për ty me qëtë rrugë, pa të shembje në 2 vena poshtë, këtu ku ka shembë dhe jo, sa e ki shtirë? To është rrezik. Mundet më shemë të artë të poshtë, shembet, zënë të poshtë. Ti e keni pa ati poshtë që shemë. Ati e këtë merë. Merë është ati, edhe halo ma poshtë, edhe më të merë. Po. To është rrezik. Që sa është tru që kjo rrugë? Që 6 muj. Jo. Ska ma shumë se 6 muj kjo. Që 6 muj dhe me njëherë? Që 6 muj. Po të letër, të handë be kanë shlu? Se në s'kanë ba. Po. Ili kanë marë parat e të marë. Po, to i ka fojt që tërkush. Kush i ka? Ne i kena fojt. Pse? Pse që i kena leo me shlu qështu. Qa kishim mujt me bojë? Kena mujt me njallë, sukur që i ka njallë në bahol të katunit. Qysh e nalë në? E ka njallë, ja 5 metra ja heq. Qysh ja 5 metra? Në shtru gjanë. Gjanë, okej. A këto është dika 3 metra so. Jo, në gosht ko ka këto. Gosht është. Nejse këto edhe shemta. Po, plus pas ka mbrojtse në asnjë në non. Kon mbrojtje nuk ka këto, e në buda ku me shku, kon mbrojtje s'ka. Qështu krejt. Halo ma nërë ka më shemë, halo ma keq. A do me thonë halo rrezik këto? Po halo rrezik, qëta lista, kretë janë shemë. Kretë janë shemë, dhe kanë rrë këto janë orëgjin, janë krytu një prapë. Jo, a u kone blokume kjo? U blokume konë zdi sa herë. Qa po thu, bre? Valaj, jo kone blokume, zdi sa herë kone blokume. Këto i kanë marrë paret edhe u dha marrë të këtë, edhe kujna nuk i kërset ma. A ki pati për një guri, që shka ikë.
Se ka thy qatë guri, ata u desh me thy mika, kanë sepër. Më vëmë me rote poshtë, më vëmë zatit me 2 kere, do të më shku të mas, pale kohë, a më në shkën asë në shkën. Njëherë në dëk lullë, që shna kanë, se në që të kina tu, që ko shta e shmija te, që atje e më kondën. Këtu s'ka pas asfalt? Ja. Mirë boll që e kanë qitë asfaltin, veç të këshin qitë që shdojt, na po tojna? Ja, që shdojt isha në asfalt, e kanë për mërak, se këto vend turizm. Unë i shkrujta kryetarit se me thirë nuk pe hapës me një numren, halo nuk ma ka këthy që tash po i drejtojemi direkt në komunës. Sigurisht është dikush aty që mundet me na fol, ngomne, që to operimet e mija në teren, kur dal, kishin qenë shumë shtirë të mundshme nëse si shkon Delta Group, sponsori jam me 21 pika në ketë Kosovën, top kualitet derivatet edhe posta easy, super shërbim ndaj klientit edhe super shpejtësi në dërgesa. Hajde një tash të komuna e Ferizajet, është projekti përbashkët mes komunës edhe ministrisë, me aqë sa mujta me ledzu, po si do qovë është nën, qysh me thonë, nën mbikëqyrje në komunës. Hajde? Okej, jemi të komuna, zyra e kryetarit, drejtoria urbanizmit. Kryetarin nuk e kishëm këtu cila zyra, tha? Koti numër 2, zyra numër 2. Okej, shkojna. Jena me drejtorin e infrastrukturës, zotin Meriton Hajdini këtu, zotin Meriton, të falenderojmë mas pari që po na përgjigjesh gjithë qishtu spontanisht. Lutem. Paka shumë në ta sqarova në WhatsApp, ka të bëj me rrugën Njezerc, e cila që sa kohë është përfundu, frikë është përfundu. Jo, i kom mbi 1 vjet të gjysë që është asfaltuar rrugë. Mbi 1 vjet të gjysë. Që është asfaltuar. Kish fillu me pas shembje të asfaltit vende edhe shembje dhejut. I kemi të njohura të gjitha problemet, pasi që edhe i kemi vizituar në teren, jo një herë, po 2 herë. Kanë qenë kushtet atmosferike ato që nuk na kanë lënë me intervenu në projekt, edhe pse projekti është i përfunduar, po është ende në sigurim të tenderit. Kështu që edhe një vetë garancioni ka projekti, gjë që e bën që kompania që e ka pas ka me intervenu për me i përmirësu këto dëme që janë. Intervenu? E kemi prit me u përmirësu kushtet atmosferike, tash nga sot edhe i kemi njoftu që duhet me dalë me punu, atje me email në mëngjes. Kështu që më kësaj jave veç fillojnë me punu, me fillu me i sanu ato defekte që janë në rrugë. Më kësaj jave? Fillojnë me i përmirësu. Okej, na me dok javën e ardhshme, do me thonë? Besoj që janë të pastrune, po me mure me regullim. Jo, pastrume, se aty pat edhe shembje të asfaltit. Po e di, po nuk është një punë që kryet mërana një javë. Qashtu, po a fillojnë punimet? Pa tjetër që fillojnë. Okej, zoti Hajdinit, falenderoj shumë, respekte, shjemi javën e ardhshme. Na kena mu duk prap javën e ardhshme, se tha gjatë kësaj jave kanë me fillu punimet, normalisht ko me morë pak kohë, se nuk kem probleme që ashtë thjeshta, ndërkohë mos harroni, nëse ato ju pëlqy kontenti jam, siguroni një follow në këtë platformat, unë jam Burim Pacolli. Okej, tash storja e radhës, do më thonë është në autostradën Ibrahim Rugova, është një pjesë mes autostradës Suarek-Prizren, do më thonë kur jetu shku për Prizren, e ka lënë Suareken edhe në qëtë farë pjesë, është një farë devijimi sepse ka pas shembjet dhejut, ka pas edhe raste fatale. Ka shumë fatalitet, po. Po, pa të vdekje një qytetare prej Shqipërisë, e cila me shumë gjas nuk ka qenë njoftu me devijimin. Po, me devijimin edhe pa të pas kritikat shumë të edhe ndaj ministrisë edhe për sinjalizim edhe pëse su regullu. Po ta përcjellim, kështënë do më thonë burimi kur ka shku në teren aty edhe bari ish rritë sa shumë do më thonë pa u kujdes kërkush edhe pa e mirë mbajt kërkush. Kështu që ta ndjekim bashk edhe të shohim çka po thot burimi. Që do edhe pak ko mu bo bari për me kosit. Miliarda ka kushtu, mirëmbajtja është, se dia është mirëmbajtja. E të mërshme, me padorim jem të e prit një moment kur ma qel telefonin Dimal Basha. Sa që shumë su bastru, ja ka nis me dal bari në dhe në asfalt. Gjëndetje Burim, të lutem a mund është me dal në autostratën Ibrahim Rugova, mes Prizrenit edhe Suharekës me po gjendjen me shembjet dhejot, maru mo vla. Asnjëherë nuk e shohim që nuk ka shembje, gjithmonë një pjesë e rrugës është e bllokuar nëse të kujtohet ka pas edhe aksidente me fatalitet në këtë rrugë për shkak të këtyre shembjeve dhe ngushtimit të rrugës. Të lutem adresoje këtë problem edhe te ministria.
hajde shkojna pedi ku po 10 saks, shumë shpesh kaloj qanej, ndërkohë derisa të shkojna mos harroni, mos t'i shkon posta Easy, e kisha pas shumë vështirë me operu në teren, super customer service, super shërbim ndaj klientit, edhe super shpejtësi në dërgesa, e po ashtu edhe Delta Group, rjeti i pompave me 21 pika në krejt Prishtinën, krejt Kosovën, top kualitet derivatet, hajde. Më rejtëm të vendi i ngjarjes, do me thonë, në autostradën Ibrahim Rugova, Prishtinë-Prizren, qëre një njerës. Ta është e kësëre ky mure i cili supozohet me bloku dheun mos me ra poshtë, kësëre ne qysh ka lëviz prej vendit, normalisht është shumë i shkurt, nuk e përballon, qëre tash. Vazhdimisht ka vende tilla, lokacione tilla, sa të shumë su bastru, ja ka nis me dal bare në dhe në asfalt. Për një me mirë mbajtja e kësaj autostrade, e cila është një pej pak gjonave me cilat mujna me umbur në ashta, ka qenë gati skandal. Do me thonë shirri që ti dhejo që to, një gru s'ka mujt që e ka humb jetën në aksident, për shkak se rruga fillon me u ngushtu gati në ashta 1 kilometër larg për shkak të shembjes dhejot në qëtë lokacion. Edhe në lokacione tutje, do me thonë se kjo vazhdon për disa kilometra, është një tërokshë. Hajde tash po provojna me kontaktu me zotin Dimal Bashta, ministri i infrastrukturës, të këqyrëm ako me qenë kë ministri, ako mu nisë prej ti adresimi i problemit ka mëtshëm në autostradën Ibrahim Rugova me shembje të dhejot. Me padorim jem të e prit një moment kur ma qel telefonin Dimal Basha, të me thonë. Qëre qa kena me bo? Me hap telefonin s'pe hap, po e nisim një email tash, po ja bashkan gjitim edhe në momentin që ka përveç nëse e kthejnë kështu në mënyrë automatike që shpo i kthejnë ka një herë me do përgjigje që s'janë as përgjigje krejtësisht gjysmake, do me thonë s'po përputhen me kontekst, e bojna një historie tjetër, ndërkohë jam bërëm bacolli mos harroni, me që ta mërëm gjenin kejt platforma. Okej, për te i Kosovës ka jetë edhe politike edhe në përbut, po që janë të rëndësishme, sepse në kohën e globalizmit gjërat lidhen për herë edhe me shtetet e tjera, për shembull, zgjedhjet që po zhvillohen në Hungari që janë, ku po synon edhe një mandat Viktor Orban, e që është mik i fuqiqit, fatkeqësisht ka marrë përkrohje edhe prej presidentit Donald Trump. E poshtë një video ku zëvendës presidenti SBA-s J.D. Vance e thret shkon në Hungari me bo fushat për Viktor Orbanin, edhe thret në telefon Donald Trump, presidentin, edhe i thot se jam këtu me disa patriot hungarez në fushat elektorale, dhe Trump i përgjigje, thot po, votojeni Viktor Orbanin, ai është shoku imi, ai është një patriot hungarez e kështu mirë, po çka është interesante, gazetari jon Berat Buzhola ka bërë një video, është interesante që në zgjedhjet në Hungari për fiturën e Viktor Orbanit janë duke u angazhu edhe SBA-ja edhe Rusia. Për njëjtin kandidat. Për njëjtin kandidat. Okej. Mbasi nuk ka ndodhur asnjëherë në histori të gjeopolitikës ose ka ndodhur në raste shumë të izoluara. Me pas interesa të përbashkëta. Interesat e SBA-s edhe të Rusisë koketojnë edhe bashkohen te i njëjti person, që në këtë rast është Viktor Orbani. Ta dëgjojmë videon e Buzholës. Personalisht, dëra me pranu, kërkush nuk më irriton ma shumë se sa Viktor Orbani i Hungarisë i Rusisë. Orbani është një farë kali trojës i Putinit edhe i Rusisë në Bashkimin Evropian edhe NATO edhe këto se më shef. Djelen janë zgjedhjet në Hungari, e sa po munën po i nimojnë Orbanit edhe Amerika, edhe Rusia, edhe Serbia. Tash dulen edhe përgjimet e funit, ku ministri i jashtëm i Hungarisë i raportoi ke Lavrovit për çka po bën vaki në Bashkimin Evropian, dhe i thej që jam në dispozicion tonin. Dilema është, pse Amerika po e mbështet Hungarin?
se për Rusin po e dim. A është e mundun që Amerika po e mbështet veç pse Orbani u shëndru me një farë mitit liderit botnor anti-woke. Vetëm për shkak që luftoj me Sorosin e me Bidenin kur Trumpi ka pas mas shumë t'i nevoj. Që Orbani ishte ai që rezistoj mas shumë t'i ndaj ideve progresive e liberale e edhe ndaj Bidenit, Blinkenit e asoj kaste politike që ishte në pushtet në Amerikë para një viti. Mirë po, kjo situatë është bizare, sepse po rrezikohet NATO, po rrezikohet Bashkimi Evropian për ndikimit rus. Në fakt, a ka kuptim me konë Hungaria edhe matutje në Bashkim Evropian e NATO? Në fakt, me këto matematikat këtilla, a ka kuptim me ekzistu NATO? Nuk po doket që organizata ma fuqishme ushtarake në botë e ka fartardhme të ndritshme. NATO ka lind krye këput si kundërpërgjigje e perëndimit ndaj Bashkimit Sovjetik edhe tendencës të Bashkimit Sovjetik me u zgjeru në Evropë. Ai rrezik nuk ka kalu edhe matutje. Mirë po është e çuditshme që tash një klasë politike njihet më e rrezikuar për ideve liberale se sa bie fjala modelit demokracisë, modelit ekonomisë tregut. Pas luftës dytë botnore, Bashkimi Sovjetik e ka përfaqësuar shtetin e madh, të fortë, ekonominë centralizuar, të kontrolluar, e ka përfaqësuar diktaturën e proletariatit, kurse perëndimi me Amerikën kry, ekonominë e lirë, demokracinë, idetë social-demokrate dhe liberale. Qartazi, perëndimi ka pas shku shumë larg me idetë liberale duke e relativizu çdo gjë. Jo pse bie fjala unë nuk pajtona, po sepse perëndimorët si familje nuk kanë të gatshëm me shku qaq larg, qaq shpejt me ndryshime kulturore ku nuk ka racë, ku nuk ka gjini, ku nuk ka fe, ku çdo gjë është relative. Mundesh më konë çdo gjë dhe kur gjë. Kjo situatë është eksploatu politikisht edhe ideologjikisht, fillimisht prej Putinit, që shihej si një mbrojtës i vlerave të krishtera të racës bardhë, e pastaj prej Orbanit, e tash sfundmi prej Trumpit. Kjo situatë, si pas meje, është kështu qysh është, veç në sipërfaqe. Përndryshe Orbani është hajn, klika ati janë hajna, hajn është edhe Putini e është edhe bandit. Mirë po, shumë e çuditshme, njerëzit i dojnë hajnat edhe banditat ndoshta ma shumë se sa byrokratet e thot e drund, çfarë është Strameri, Merci e Dejdikun Toski e Macroni. Çështja është kjo. Mas luftës dytë botnore, perëndimi ka pas parime, vlera ideale rreth cilave janë përbashku, sigurisht ato kanë lind në Amerikë. Janë konë Bashkimi Sovjetik e Kina në anën tjetër. Duket që kjo situatë nuk ekziston më. Duket që kësaj situate i ka mërët veç hardveri, veç ambalazha. Duket që edhe matutje nuk po guxon kërkush me dalë dhe me i thonë publikisht sa në trëq me emrin e vërtet. Qashtu qysh janë, me kallëzu që nuk është më viti 1945. E na ku jena këtu? Na jena nënra. Na jena të këshirë që ka pëbohët. As si shikusju. Përndryshe, dilën pra në Hungari janë zgjedhjet që për mu janë më të rëndësishmet në kontinentin evropian, jo veç në kontinentin evropian. Janë më të rëndësishmet në këtë pjesën e hemisferës që prej pas luftës dytë botnore është kone dominume për ideve liberale dhe social-demokrate. Nëse humbë Orbani edhe fiton Maxari, që është lideri opozitës, atëherë ekziston një momentum i rëndësishëm që ndoshta me ndalë marshimin e Le Penit në Francë edhe të forcave tjera flirtuese me Putinin.
Okej, në rubrikën e fundit AI, unë e kam një, më duket ti e ke një, po. Unë nuk është bashkë AI, ama është... As jemi nuk është bashkë AI, po është interesant. Okej. Ti e di në qanë që kemi raportu për profilet e rreme në Facebook. Për profilet me fotografi të grove, por që nuk janë të vërteta, që janë falsë, që dirigjohen prej dikujt, për nuk e dim prej kujt, cila tu patën përhap jashtëzakonisht shumë. Për to kemi shkru, kemi bo video, madje kemi fitu edhe një çmim për raportime të tilla. Mirë, po çka ndodhi që janë shumë interesante është që prej përfundimit të mandatit të Vjosa Osmanit, nuk më me thonë që janë zhduk, sepse nuk janë zhduk, po janë zbe jashtëzakonisht shumë. Okej. Jem të i përcjell, këto profilet Jonas Qitoku, Genta, janë ka një 20 profile të Facebookut me shumë aktivitet edhe me shumë performance edhe në volum edhe në intensitet, që janë prej momentit që ka dollë prej zyres Vjosa Osmani janë zbe jashtëzakonisht shumë, po du të me him me i lyp edhe apigjen, aspigjen, se kështu më nuk po dolin. Nuk po thëmë se nuk guxoj me thonë me sigurit plot, po e kam një bindje, ose kam një dyshim prej gazetori, i cili më lejohet, që dikush tek presidenca, ose vetë presidentja, ose dikush prej stafit soj, janë në dieni, e din se kush ka qëndru prapa atyre, sepse fillun me sulmu zënjën Osmani, edhe unë dalin. Dhe tash, nëse propaganda që është ushtru kundër gazetarëve, kundër opozitorëve, kundër çdo zëri kritik, ka qenë në interes të kurtit edhe të Osmanit, edhe ka shku e pa pengume, me akte kriminale, që është kjo me fake account, na kanë denigru, na kanë shoh, na kanë fy, dhe tash për një moment nalen, ose zbehen shumë, kur Vjosa Osmani del kundër kurtit, unë guxoj me dyshu, edhe kemi me hulumtu, që këto janë të dy palë të vedishëm se kush i kontrollojnë. Dhe pastaj për mos me qit njëri tjetrin i ndalin ose i zbehen ose i dojnë ose nuk e di çka bojnë. Normalisht. Kemi me hulumtu deri në fund. Këto a kish mujt nështë edhe vetëvendosja për shembull me i nal, me i zbe, në mënyrë që me ardhë deri në ditën që ti me dyshu që janë Vjos. Ja, unë edhe gjuha që është përdur ma herët prej këtyre profileve, ka qenë gjuhë e guzohit bajagi. Se unë i kom përcjellë shumë. Ka qenë bajagi gjuhë e... Mas jemi të guzohi. Po. Këshire, kjo nuk është AI, do më thonë, kjo është kur një politikan... Po në kodër të falsitetit që ndodhë në Facebook. Lajthitjes, do më thonë, qërë. Lajthitje është nëse unë e qes një postim, kom audiencë të madhe, edhe thëmë, Arber Ramadani është njeri lidhën me Sërbin, edhe qes një fotomontaj, shamull, po e thëmë. Me Shajkovç. Po, me Shajkovç. Edhe, unë jam t'ja denigru figurën, jam t'ja rreziku jetën, sepse dikush mund më që unë i dit me taku Arbin e me thonë, të pati me... Po, tash, në nivel të qësajna, jo diska me Sërbin, na e kemi Fatën Pecin e listës Gudzë. Kryetori Mitrovicës. Po, unë ma heret kom... Qka ka po Fatuni? Kom tregu që të dhe më thonë që nëse prej deputetve ose ministrave të vetëvendosjes e Gudzës është dikush që din qas mirë me shtrembëru një lajmë, me qitë në publik, adin me bo pak me rima, pak me nejt me Albinin, adin me kap lajka, do më thonë në Facebook, u konë Fatën Peci. Tash, Fatën Peci e ka qitë një postim me 3 prill, do më thonë dolin një njoftim i prokurorisë speciale, edhe Fatën Peci e shkruan kështu. Drejtësia foli qartë, prokuroria hedh poshtë kallëzimin penal të LDK-s kundër meje për grantet në bujqësi. Pastaj, gjatë kohës, sa isha minister, kjo institucion u reformua rrënjësisht, do më thonë të regan... Bla, bla, bla. Edhe thët nuk kanë dhonë haraç për me marë grant, jënë datë që ka smiljena në iknej, edhe tani lishohet në zgjuhë degraduse ndaj Paris Gurit të LDK-s, i cili e ka depunu çështën e granteve në prokurori. Do më këtu kryefjala është që si pas Pecit janë pushu hetimet për grantet. Për grantet, tash. Që nuk është e vërtet. E sulman, po, do më thonë Paris Gurin e kejtë. Në ndërkohë, e detyron Fatën Peci, e detyron prokurorin speciale, me dalë me një njoftim publik, edhe me thonë,
që Prokuroria e Republikës së Kosovës sqaron opinionin publik se rasti për të cilin po raportohet se është hedhur kallëzimi penal ndaj FP, që është Fatën Peci, nuk ndërlidhet me hetimet që janë duke zhvilluar lidhur me dyshimet për keqëpërdorim të granteve. Domethënë se edhe Fatën Pecin normalisht e fshin statusin. Po e fshin me një jetë paralele, me një vend, domethënë këtë paralel, demokraci paralele, me një dimension paralel, domethënë tepër mirë mu jetë më pëlqyti shumë, po Fatën Peci e ka ende të postum. Drejtohet e kamera? E ka të postum, domethënë, statusin, nuk e ka ndryshu një fjallin të, edhe mos harrani, i ka, na falni kënjën e qytetarëve që ju shqit emri këtu, i ka 3400 lajka. Që i ka gënyu, 3400 persona. Që e kanë pëlqy, që i kanë thonë, bravo që e mujtë e letë kënti, për kallëzime penale. E do më nuk e ka fshi, edhe pse Prokuroria speciale ka dollë me komunikati ka thonë që nuk është pushu për grande. Prokuroria speciale është të i thonë këtina jetu rajt. Adem për me institucioni. Institucioni është të thonë ty mos del me rajt, me propagandu, me i vnu njerëz në lajthitje. Domethënë se njerëz menojnë, e shohin Parisin e jetojnë të kishë dështu e me Fatën Pecin. Edhe i thot a ideali ju, më rabdin, na aloja është landa atje. Nejse, tash, sa po du me thonë është kjo, përderi sa kë, nuk kuqet. Kë nuk kuqet. Ja nuk kuqet. Kur ty të qëtë në rem prokuroria, nëse unë e bëj një raportim, edhe del prokuroria, si këna thonë nëse anë qështu, po qështu po Na kemi një par kodit etikës, do të me fshi video nëse fotën, do të me kërku folje. Jo veç me fshi. Unë e menoj që nështë ta bëj një kërkes për pushim një 6 mujore. Që të më thonë, e di që diçka nuk kanë rregull me mu. Ky tipi nuk kuset aja atje që e sënë dorën me skenar, të më thonë, na jena shëndru me një farë makinerie të hajgarës. Po, edhe propaganda fuqishme. Propaganda është qasë shumë e fuqishme për deri sa jena të vullë për një ish minister edhe kryetar aktual të ministrisë. Për ndryshe jem të e pa këtu një shose tem, që po i thot Fatën Pecit, ju prifte mbara edhe si kryetari Mitrovicës, unë besoj që se kam më shose këta. Ta që i fshi? Jo, për një me, do më thonë tekst që ura dhe kjo, e ka një fa nivellit shkollimit, a pëtin? Po, do më thonë se u shqetsova për një me, kështë kure pash. Shanë se do shta me mbyll emisionin, po a diçka shqetsuna, kur e shët njëtin person, zakonisht e në akrabalëk, të ja bo like për shembull Dejona Mihajlit, për njëtin çështje do të ma bo dhe mu. Po. Mi thonë për njëtin punjin atë full, ajo është thonë të kondërtën, unë të kondërtën. Të thash, ja bënja asa ja mu. Po dhe ndaj e dikon. Mos na e bëtë të ty ta bëm për njerë, se thot adin këta e kom të familjes. Qrarë për edhe ura, po thot shumë e livis pak, po thot se kenajt shumë ullë. Këtu i japim fund emisionit dhe episodit të 15. Kozha largë, Ignasu? Kozha largë. Jimmy Fallon nëse s'ga bëj ka thonë. Nëse shkon dhe im 15 emisione, nuk ka kush që të nërë. Për një me a? Jes ka thonë. Tash ma shtën dëshirën mja prish.